Kancelari gjerman Friedrich Merz ka bërë thirrje për një riorganizim të marrëdhënieve transatlantike, ndërsa udhëheqësit evropian përballen me trazirat e mandatit të dytë të Donald Trump. Duke hapur konferencën e sigurisë në Munich, Merz paralajmëroi një epokë të re të politikës së fuqive të mëdha dhe tha se Gjermania dhe Europa duhet të forcojnë së bashku sigurinë dhe pavarësinë e tyre, ndërsa kërkojnë partneritete për të mbështetur rendin liberal. Por tha ai, udhëheqësit duhet pajtohen me faktin se bota ka ndryshuar. Rendi i vjetër botror nuk ekziston më dhe është zëvendësuar nga një peizazh shumë i pasigurt, i formuar nga rivaliteti midis fuqive të mëdha dhe një fokus i ri për të rirë në interesat kombëtare. Një përçarje është hapur midis SBA-ve dhe Europës. NATO nuk është më e dhënë dhe liria është në rrezik në epokën e fuqive të mëdha, tha ai, para një audiencë udhëheqësish dhe ekspertësh të sigurisë të premten në kryeqytetin bavarez. Ai paralajmëroi udhëheqësit evropian të mos e shpërfillin në mënyrë refleksive SBA-n, duke thënë se qëndrime të tilla ishin të shkurtra dhe nuk merrnin parasysh potencialin që ende mund të realizohet duke u angazhuar me Washingtonin. Në një pjesë të fjalimit në gjuhën angleze, ai u drejtua drejt për drejt delegacionit amerikan me një mesazh të qartë për rëndësinë e unitetit brenda aleancës. Merz reagoi edhe ndaj një fjalimi të mëparshëm të senatorit amerikan J.D. Vance, duke pranuar se ekziston një hendek mes Europës dhe SBA-ve në disa çështje. Ai u shpreh se betejë kulturore e magas në SBA nuk është betejë e Europës dhe shtoi se liria e shprehjes këtu përfundon kur fjalët e thëna bien ndesh me dinjitetin njerëzor dhe me ligjin ton themelor. Duke folur për aleancat europiane, Merz nënvizoi rëndësinë e formatit E3 me Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar, si edhe bashkëpunimin më të gjerë me Italinë dhe Polonin. Kancelari bëri thirrje për diskutim të mëtejshëm mbi nenin 42 të traktateve të BE-s që flet për ndihmë të ndërsjellë në rast të një sulmi të armatosur ndaj Europës. Ai tha se dëshiron që BE-ja të qartësojë se si duhet funksionojë kjo dispozit, jo për të zëvendësuar NATO-n, por si një shtyllë e fortë dhe vetëqëndrueshme brenda aleancës. Merz bëri të ditur gjithashtu se ka nisur bisedimet e para me presidentin francez për një program europian të parandalimit bërthamor që do të integrohet në ndarjen tonë bërthamore brenda NATO-s. Duke komentuar marrëdhëniet me SBA, ai tha se i kupton ata që ndihen të pasigurt për situatën aktuale dhe se i ndan disa prej këtyre shqetësimeve. Megjithatë, ai theksoi se thirrjet për të hequr dorë nga SBA si partner janë jo realiste.